Muaji mars se vendos shpesh fokusin te gratë në drejtim, po përtej mesazheve frymëzuese. Pyetja themelore në fakt është sa ndryshon loja realisht kur një grua është në drejtim të një kompanie. Pikërisht për këtë temë do flasim sot në podcastin ton Business Plus me Valbona Begolli, drejtuese ekzekutive e Alb Group. Përshëndetje Valbona. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Valbona, do doja që bisedën tonë sot ta nisni me atë pyetjen tipike që ekzistojnë stereotipet kur një grua është në drejtim të një kompanie dhe sa ndikon shpeshherë pikërisht këto stereotipe në vendimarrjen reale. Le të themi mbas kaq vitesh biznesi një grua në drejtim, stereotipet kanë ndryshuar formë, por thellë nuk janë zhdukur. Pra, vështirësitë për një grua në sipërmarrje qëndrojnë dhe janë të dukshme. Kur bëhet fjalë për një grua, të gjithë mendojnë që gratë mund t'ia dalin mirë, mund të bëjnë shumë procese dhe të jenë shumë produktive, po kryesisht le të flasim që janë në nivelet menaxheriale të mesme, jo në nivelet larta. Ku të bëhet fjalë për investime apo për provizione të mëdha, investitorët fokusohen më shumë tek meshkujt, tek burrat, sepse ato kanë një supozohet që janë më leadership. Dhe për fat të keq, kur një grua duhet të marrë një investim, duhet vërtetoj shumë gjërat në shifra konkrete, kurse për një mashkull është shumë e thjeshtë ndoshta edhe nga aspekti i reputacionit që ka. Në qartë. Pra, duke qenë se jemi gra, ironikisht le të them që ne na duhet të vërtetojmë dy fish gjërat që ne bëjmë dhe duhet të jemi shumë të mira. Dhe kjo për fat keq na bën menaxhere të mira, po jo leadership. A keni politika konkrete për promovimin e grave në nivele drejtuese apo besoni vetëm te meritokracia natyrale? Duke marrë në konsideratë edhe rrugtimin tuaj të gjatë, le të themi në rolin drejtues. Unë jam e vetë krijuar dhe le të themi kam mësuar hapat vetë dhe nuk është se ka patur dikë që të më orientoj apo të më japi një mentorship në ato fillime se si duhet jem një drejtuese. Ka ardhur nga nevoja ime për të zhvilluar dhe për të rritur në biznes, por përpiqem në biznes të krijoj disa standarde monitorimi për gratë, sepse gratë nga natyra janë më modeste. Mund të bëjnë shumë punë, por shumë pak do ngrenë dorën dhe thonë që këtë e bëra unë dhe meritoj unë këtë gjë. Pra ne duhet kemi shumë kujdesshëm që të bëjmë një plan dhe mekanizma mentorimi që këto gratë të jenë në nivele më shumë drejtuese dhe jo thjesht menaxheriale. Po si mund të arrihet për shembull ky program i mentorshipit? Do të thonë cilat mund të jenë hapat ndoshta që të çojnë deri atje. Bizneset në tërësi duhet të kenë politika motivuese që këto gratë të marrin më shumë, të kenë më shumë kohë dhe hapësirë që të jenë në drejtim. Dhe mos merren me micromanagement, po të merren me vizion dhe drejtim më të lartë. Pra po ta vëmë re, ne kemi gra shumë të mira që bëjnë punë fantastike në nivele të larta drejtimi, por shumë pak janë në këto profile. Shumica janë në nivele të mesme menaxheriale që punojnë për drejtuesit, po jo vetë janë drejtuese apo themeluese, qoftë në biznese familjare. Po kjo vjen nga mungesa e mundësisë që i lejojnë gratë për të arritur në nivele më të larta, apo ato vetë janë më të limituara për shkak të arsyeve të tjera të tipit edhe familja. Le të themi që gratë nuk nisin me një start të barabartë me burrat, për shkak të këtyre angazhimeve që kanë vajzat dhe gratë që duan të krijojnë familje, nuk e kanë kohën mjaftueshëm sa që kanë burrat në këtë aspekt. Por edhe vetë natyra jonë është më e stepur. Pra, unë shikoj gratë në organizime në vende të ndryshme që nuk e marrin shumë atë qasjen për të bërë network, për të qenë në tavolina të rëndësishme, për të mbyllur marrëveshje dhe dile, e kanë më të vështirë sa meshkujt. Meshkujt bëhen shumë më shpejt bashkë. Dhe gratë kanë dhe këtë antagonizmin që nuk bashkëpunojnë shumë me njëra tjetrën. Ndërkohë tek meshkujt e shoh më shpesh, pra mbrojnë njëri tjetrin, suportojnë njëri tjetrin, japin punë më shumë njëri tjetrit, kurse femrat e kanë pak më të vështirë. A vjen kjo nga kultura shqiptare, Valbona? Këtë nuk di ta them se unë jam rritur dhe jashtë, por që mendoj që botërisht është një problem. Por tek ne ndoshta është pak më theksuar, duke qenë se jemi ballkanës, patriarkal, familjet janë mësuar me këtë sens. Nuk duam që të humim modelet e familjes apo të biznesit, por është mirë që dhe gratë vetë kenë dëshirën dhe të japin më shumë mundësi vetës, dhe të jenë më kërkuese për të arritur atë gjë që ato duan, pra, jo të gjitha do bëhen lidera dhe drejtuese, por në çdo profesion mund të arrijnë atë gjë që ata kanë dëshirë. Valbona, në një treg si Shqipëria, në këtë lloj madhësie, le themi, ku reputacioni personal shpesh vlen më shumë se sa bilanci financiar. Sa rrezikshme është thjesht fytyra e një biznesi, jo vetëm në drejtim?
Dhe juve personalisht a ju ka penalizuar ndonjëherë kjo gjë? Për mua ka qenë shumë e vështirë, se vitet e para nuk kam qenë shumë e dukshme në biznesin tim dhe më është dashur kohë që të kaloj nga një njëri që shtynte biznesin të dalë në udhëheqje dhe në drejtimin, të dalë vetë e para dhe e dukshme. Reputacioni është një vlerë shumë e madhe dhe ndonjëherë ka vlerë më shumë se sa valutat në bankë. Por ka duke dalur vetë e para, ke këtë besueshmërinë më të mirë te klientët, të bashkëpunëtorët, qoftë dhe tek stafi, por ke dhe risku nëse biznesi ka një problem, je e para që do sulmohesh dhe unë vetë kam përjetuar disa herë këtë gjë, duke ngjuar paragjykime që nuk jam unë ajo që drejtoj biznesin, nuk i kam unë këto biznese, etj me radhë. Sepse është e pamundur që të besohet që një grua, duke ndërtuar hap pas hapi, mund të arrijë atë gjë që do, ose të krijojë vetë atë botën e saj të biznesit që ajo dëshiron. Pra, mendoj që ekziston ky risk dhe stereotipet janë, por është e pamundur ta shmangësh sepse duke qenë në biznes duhet të jesh ballë kësaj gjëje. Dhe edhe në nivelin e stafeve që ne menaxhojmë, shpesh gratë shihen më emocionale, kurse burrat shihen më të ftohtë, më leadership. Dhe kjo duhet të ndryshojë, pra kjo duhet të ndryshojë në aspektet se si ne menaxhojmë gjërat, por kjo ka të bëjë me rritjen personale të çdo gruaje, qoftë në biznes, qoftë në menaxhim. E vërtet. Si vlerësoni sot terrenin për gratë në biznes në Shqipëri, në gjithë sektorët, që ju mund të keni edhe një lloj panorame duke marrë parasysh edhe eksperiencat më parshme në dhomën ekonomike të gruas etj. Po. Për fat të mirë e shoh pozitive se sot është një trend të suportosh gratë, promovosh gratë, është bërë si një formë trendi, por në thellësi po të shohim, statistikat na tregojnë që shumë pak gra kanë akses në kapital. Shumë pak gra kanë kapital të njëjtë me burrat, qoftë në biznes të barabarta. Kjo do doj shumë punë dhe shumë kohë ende për ta ndryshuar, qoftë dhe nga sektori bankar, pra gratë kanë më të vështirë që të kenë akses në financë, qoftë nga familja që kanë patur më të vështirë që të kenë një pronë. Pra, që të nisësh një biznes, do të kesh një kolateral, diçka duhet të kesh në fillim dhe kjo i pengon që ato të jenë në akses të barabartë me burrat, për fat keq. Por mendoj që politikat po përmirësohen, patjetër që do duhen disa ndryshime në lidhje me biznesin, që gratë që ke një suport më të madh, ato gratë që po fillojnë një biznes, ose disa politika lehtësuese gjatë biznesit për gratë që zhvillojnë bizneset të tilla dhe rrisin ekonominë në treg dhe punësojnë një numër të caktuar njerëzit. Kështu që kjo do duket në vazhdimsi dhe po ta shikojmë në statistika, janë shumë pak gra që kanë një kapital ose akses në financë të vërtet. Ndoshta në disa raste përdoren, ndoshta në disa raste nuk janë të vërteta ato. Pra, po të analizojmë, ende kemi shumë punë përpara dhe së mos të flasim, nuk po flasim vetëm për Tiranën, po të flasim jashtë Tiranës. Kjo le shumë për të dëshiruar. Se ndonjëherë mendojmë se Shqipëria është vetëm Tirana, por ajo që unë kam parë dhe në përreth, edhe në qytete të ndryshme, gratë janë shumë hapa pas të bërit biznes edhe të kenë akses të barabartë dhe investime të barabarta, se këtu e masim gjithçka, se mund të themi që bëjmë biznes, po a kemi të njëjtin kapital që kanë meshkujt aktualisht në biznes, sa gra e kanë në Shqipëri? Shumë pak. Valpona, në cilët sektor mendoni ju nga vëzhgimet që keni dhe kontaktet, le themi gratë kanë më shumë mundësi të jenë në leadership? Gratë kanë zgjedhur sektor të rëndësishëm, por koha po tregon që tani koha e artë është në teknologji. Gratë mund të jenë lidere në teknologji, sepse ka ikur ai modeli i klubeve të burrave, që ishte një profesion që ishte vetëm për burra, për djemt. Tani kërkohet ajo mendja më e prehtë e femrave për të menaxhuar, më kreative, sepse teknologjia e kërkon. Dhe mundësitë janë më të mëdha aty. Patjetër në energjinë e rinovueshme, që janë tregje që gratë duhet i sundojnë, duhet fillojnë, sepse janë ende herët, janë në gjenezë dhe kanë mundësi që të ngrenë themelet e tyre më të shëndetshme në këtë sektor. Patjetër që s'do mungonte sektori i turizmit, që gratë këtu kanë filluar të jenë lider më shumë dhe të kenë mundësi të bëjnë qoftë me hotelet vogla, qoftë me bujtina, qoftë me guest house-et e tyre, flasim në gjithë Shqipërinë sërish.
Por këto janë 3 sektorët që gratë mund të kenë mundësi që të rriten shumë më shpejt dhe të kenë drejtimin e jetës tyre në ekonomi dhe në biznes. Patjetër pa e krijuar limitime, sepse normalisht varet edhe nga natyra. Valbona, në kontakte që keni qenë, ndoshta në dhomën ekonomike të gruas më parë, apo në vajza të punësuara në kompanitë në cilat keni qenë në drejtim, a shihni një ndryshim mes brezave për çështjen e menaxhimit apo leadershipit, që do thotë Gen Z ne priremi që themi që janë një brez më i guximshëm apo që kanë shumë ndryshime brezave më parë, a shihni edhe në Shqipëri këtë gjë? Po e shoh shumë tek brezat e ri dhe tek vajzat e reja që bëjnë biznes, janë më konkrete, duan të zhvillohen më herët, nuk bëjnë hapa pa e mirë menduar atë gjë, kanë më shumë guxim, mendojnë më shumë për veten, por rritet një brez që janë pak më egoist se brezi, le të themi brezi im, gjenerata ime më mbarshme. Nuk mendohen 2 herë për ta bërë një gjë, janë më shumë më smart. Ne mendojmë se ky brez nuk studion, nuk lexon, po ka një informacion shumë të gjerë. Këto tani duhet të jenë më selektiv në përzgjedhjen e informacionit se sa. Por edhe, siç e thash dhe pak më parë, vim në gjeneratën e teknologjisë, ka ikur koha e leadershipit të fortë, të leadershipit që duhet një mashkull me patjetër. Tani është koha e inteligjencës, le të mësojmë që biznesi tani bëhet me inteligjencë artificiale dhe femrat këtu kanë më shumë akses dhe kanë më shumë mundësi. Mendoj që jam shumë pozitive ndaj qasjes së re dhe mendoj që do jetë një gjenerat akoma më smart, jo duke punuar shumë hard, po më smart dhe duke bërë një biznes shumë më të qëndrueshëm në sektor të ndryshëm ku secili gjen veten patjetër. Po në zhvillimin e projekteve ndërkombëtare apo trajnimeve për profesionistët, çfarë mësimesh nga tregu global mund t'i aplikojë Shqipëria? Duke qenë se merrem me këto projekte dhe shpesh herë më duket sikur shkoj në të ardhmen dhe kthehem prap pas dhe shikoj se si do jetë e ardhmja dhe si çfarë duhet të bëjmë këtu. Ne kemi shumë mundësi. Aq sa jemi një vend i pazhvilluar ende në krahasim me vende të tjera të Evropës që janë shumë më shumë të zhvilluara se në disa industri, kemi mundësi që të sillim modelet më të mira. Nëse flasim në turizëm, trendet janë turizmit të qëndrueshëm, ekoturizëm. Pra duke bërë ekoturizëm, nuk ka nevojë për shumë investime, ka nevojë për gjëra të vogla që të kthejmë turistët këtu, që të mbrojmë natyrën, të kthejmë fshatra turistike në formën eko, green, pra për mbrojtjen e ambientit, të kthejmë, siç tham, për teknologjinë sërish dhe përmendëm dhe tham që është e pashmangshme, kompanitë jashtë 70% punojnë me AI. Po, është e vërtetë, e kanë adaptuar. Kurse ne ekziston akoma më duket ajo. Tek ne më duket sikur është dhe turp ta thuash, po shoh dhe stafet që e fshehin në kërkimin në chat, jo vetëm chat, se ka shumë aplikacione të ndryshme. Si duket sikur ula atë reputacionin e vet ose mosnjohjen e vet për diçka, është e pamundur. Mu ma thonë CEO të niveleve të larta që raporte që unë shikoja për 10 ditë i shoh për 5 minuta. Patjetër, është përdorimi për dhe ne jemi shumë brapa në këtë pikë. Avantazhe që mund sjellin. Bizneset në Shqipëri nëse fokusohen që të trajnojnë stafët në AI, që nuk të humbi askush vendin e punës, se do përmirësohet gjithsecili, mos bëj atë punën e rëndom që bënte dikur, do bëj një punë më smart. Pra mësohet se si të kërkoj më mirë, si të nxjerrë rezultatet më mirë dhe si të përshtasim më mirë në lidhje me çdo lloj biznesi që ne kemi. Pra këtu Shqipëria është shumë brapa. Pastaj për energjinë e rinovueshme që prap kemi hapësirë pafund që ne të investojmë në këtë fushë dhe të kthehemi të kthehemi investitor apo sipërmarrës të ndryshëm në këtë industri. Valbona, të falenderoj për kohën sot dhe për bisedën. Faleminderit për mua.